Përshëndetje të gjithëve. Jeni me emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni ku tamam mendoni që jena shumë mrena, shumë thellë, a jena shumë jashtë. Por ndoshta ndonjëherë mendoni që jemi shumë jashtë, pikërisht atëherë jemi brenda. Me mua në studio është njëri ndër alpinistët më të njohur nga Kosova, figurë kyçe në zhvillimin e alpinizmit dhe bjeshtarisë në vend. Nuk ka maje që se kanë gjitë. Ka maje që si kanë gjitë, por na kallzon avun se qysh tek. Por është vetëm çështje kohësh. Ai është antar dhe një nga përfaqësuesit kryesor të Klub Alpin Prishtina. Organizator që ka luajtur rol të rëndësishëm në promovimin e sporteve malore dhe turizmit malor në Kosovë. Me mua në studio, Nazmi Hasanrani. Mirë se erdhe, Nazmi. Mirë se u gjeta. Mos ja husha nëse me prezantim. Jo, ke shumë mirë. Ka edhe diçka mes rreshash, po pak ka shumë ajo është. Kryesorja e kanë gjitë Everestin. Tjerat këtë me t'i ek. A ka njëri që e ngjet Everestin? Nuk ka shumë njerëz. Nuk ka shumë njerëz, po Everesti është vetëm një maje, po është pak më lart se të tjerat. Kur gjë tjetër speciale s'ka? Ka speciale, po për atë pjesë tani bisedojmë më vonë. Folim të kallzoj. Nazmi, a e marrën mend momentin e parë në këtë rast ndoshta momenti i fundit kur e ke vendos, i ke thonë vetës që kam marrë me alpinizëm, më pëlqen me ngjit bjesht, Alpet, malet. Kur ka qenë çaj moment? Ne kemi traditë familjare këtë. Më thonë unë 5 vjeçare më gjitë Gjeravic. Edhe ka qenë shumë e natyrshme, s'kam qenë fëmija i vetëm, ka pas shumë fëmijë që në gjitë unë vi prej atij rajoni më origjinë, rëndim Kosovës. Edhe ndoshta atëherë kom vendos, por nuk e kom ditë. Ndoshta aty është origjina këtij qefi, i kësaj dëshire, i pasioni dhe të çuj kësaj preference. Sot unë edhe punoj, edhe jetoj, edhe kom edhe hobi e kom malin. Dikush thot majat, dikush thot Alpet, dikush thot alpinizmi, po unë i them malet. Sepse aty janë gjitha. A e mban mend kur ke qenë 5 vjeç, cila ka qenë pjesa më e vështirë e asaj ngjitje? Se i vogël 5 vjeç. 5 vjeçar po unë nuk e mbaj mend krejt, po ka qenë e zakonshme me të rritur, me hec gjatë ditës në stanet kemi pas afër, edhe ka qenë shumë lehtë për ne dhe munis. Mbjesha ka qenë e pasur, ka pas bagti, ka pas qen, ka pas çoban, ka qenë shumë e gjallë. Edhe kudo që ke heci e ndijnë praninë e njerëzve, nuk i ndi vetë në male. Kështu që çdo vit e kemi pas si praktik, mund gjitë si tradit, mund gjitë në Gjeravic, ose në cilën do maje që kemi pas afër staneve, edhe diku në mbrëmje vonë jemi këty, po s'kemi qenë vetë, kemi qenë me tje. E majnë mend liçenin. Nëse më pyet diçka që e majnë mend, herën e parë kur kom pa liçenin e Gjeravicës, edhe jom shoku pe asaj bukurie, edhe më kalon gjurmë kulturore kështu te unë. Edhe vite tjera e kom pa edhe fëmijë tjerë të unë gjitë, domethënë 6 vjet, 7 vjet. Dikush e merr në shtëpinë, dikush përdore, disa ishin vetë, nuk ka qenë e pazakontë më ngjit fëmia lart. Sa do është? Me 5 vjet në Gjeravic, në vitin 2017 në Everest. A e ke imagjinu në 2010-ën ose në 2008-ën që kemi ngjit Everestin e 2010-2008. Po, kështu me imagjinu, me thonë vitet të ardhshme ko më mundu me ngjit Everestin. Kështu gjatë vitit 2010-2011 unë i kom bo disa stërvitje për Mont Everest me ekipin e Shqipërisë. Si me pas ditë a kom bo pyetje. Ekipa e Shqipërisë kanë qenë të përgatitur në atë kohë, 6 persona, edhe unë gjithmonë kom pas ëndër Everestin. Jo vetëm Everestin, po për mua Everesti përfaqëson këtë Himalajet. Jo vetëm se është maja më e lartë botë, jo vetëm se ka një histori të mrekullueshme, tu fillu prej emrit që ka mbetë emri, pozicionin që ka, pastaj fakti që banorët që jetojnë aty e kanë ditë që është më e larta në botë. Njerëz që s'kanë lëviz kurrë e kanë ditë që është më e larta në botë. Edhe kjo edhe sot nuk dihet më zgjidh, çu e kanë ditë ata këtu. Më vonë është zbulu edhe në mënyrë shkencore pej Sir George Everest. Mi po sidoqoftë, unë i pata bodë sa stërvitje gjatë dimrit, edhe nuk mujta me i bo lekt, nuk mujta me mbledh pare mjaftueshëm. Ishte 100 vjetori i shtetit shqiptar. Ata shkuan në meta, edhe sidoqoftë i erdhi diku në 2017 në arriti edhe Kosova me bo një ekip. Unë jam iniciuesi projektit, jam shkruesi projektit, jam aplikuesi projektit ministri, gjithmonë në emër të Klubit Alpin Prishtina, bashkë me shoqe që më kanë ndihmu. Ekipa na ka ndryshuar pa kur i minis. Po është për shembull një kuriozitet interesant për shqiptarët edhe Everestin. Deri me tani jemi 11 shqiptarë që kemi ngjit. Janë 11 tentime, 11 ngjitje, 11 kthime. Do këtë kanë pas sukses 100%, janë kthy gjallë, madje nuk ka asnjë lloj lëndimi.
Kjo ka ndodhur Kosova, Shqipëria, do për shqiptar, po për flas. shqiptar, po. Këtu në Ballkan janë jashtëzakonisht, do të thonë nuk është një rast që nisë edhe u kthy pa ngjit. Ose ka vdek, ose bo zoti ose diçka tjetër. Edhe nuk e di, i kemi bisedu me meç, kemi bisedu me kolegë, edhe fqinjve tanë, Malazes, Serb, të Maqedonisë, Bosnës, edhe ju ka dok interesant kjo sepse ka shumë të panjohura, si faktori i natyrës, si faktori klimaterik, faktori njeri, nuk e dim në shëndetin tonë, pastaj ekipa mundet mos me funksionu mirë atje, kur ka vështirësi edhe sheh që mundesh me u pjetën, njerëzit nuk janë të njëjtë, nuk janë të njëjtë edhe fillojnë me pas sjellje jo sociale, që i kanë pa të ekipe tjera, kështu që nëse gjithçka mundet mu diskutu lidhe me ekspeditat e shqiptarëve në Everest, që ky fakt nuk mundet. Kjo i sukses shumë 100%. A din më tregu? Den më tregu normal, a den më tregu, hajde drenat. Çka sakrifikon një alpinist që na tjerë që jena me punë të rëndomta nuk e shohim kurrë ndoshta? Spari, publiku e sheh anën e bukur të natyrës, e sheh fytyrat e qeshura, sukseset ose jo, kthimin, shijimin e ushqimeve në ato bujtinat interesante në përbot, triumfin e ngjitjes llaja, veshjet bukura, ngjyrat bukura, sigurisht mundohet pak dhe me përjetu ato çka ka përjetuar alpinisti që shën foto, po në anën tjetër, alpinistat përballen me një presion shumë të madh. Spari shpesh nuk i shef fëmijët tuturit, ki ekspedita gjata, prania jote në shtëpi mungon. Diçka që është shumë e rëndësishme. E dyta është rreziku. Është një rrezik i madh që mundet me ndodhë për shkak të natyrës punës. E treta është faktori njeri. Jo gjithë njerëz që vinë me neve, unë jam guide, jam udhërrëfyes, edhe në Alpe ngjes njerëz do thotë tonë të hujt me marrëveshje, me kontrata. Edhe jo gjithë njerëz e kanë preferencën e njëjtë, kanë mangësinë karakter, mundesh me pas probleme shumë serioze. Po më duket shenja kryesore është sakrifica e kohës me familjen. Koha dhe familja, kjo është një diçka që duhet me mësu fëmijët, familjen tënde duhet me mësu më herët, nuk është kjo një diçka që ti një ditë vetë gjuhesh me muskuj edhe bën alpinizëm. Duhet me pas pasion, me pas preferencë, fizikisht duhet me qenë mirë, mos të diskutojmë to, edhe duhet me pas një farë dashurie të madhe për punën që e bën për njerëzit. Shpesh thojmë që alpinistat janë një lloj kategorisë njerëzve që nuk kanë nacionalitet. Unë nuk pajtona me këtë fakt. Po mendohet që takona me një serb, një male, takona me një malazez, me një rus, me një arab. Kur si dihet nuk do. Ne jemi si shok atje. Bisedojmë, nuk e kemi asnjë lloj paragjykimi, jemi diqysh si të njëjtë. Edhe për disa kategori në Kosovë këtë kish me qenë e papranueshme. Si të qoftë mali i dashur me dhënë çet mesazh, alpinizmi i dashur me dhënë çet mesazh, me shpërndar vlerat tua, me tregu botës që jemi pjesë të Evropës, madje edhe sot. Kosovë ka gjenerata më të reja se unë, ka alpinistat të jashtëzakonshëm. Unë e di, edhe disa prej tyre nuk e din as vetë sa të mirë. Po ngjitje bojnë, si do mos bota femërore. Do të më anis me u fol pak më shumë nashta edhe me anis me injizu ato që me bëu live stream apo atje. Një pyetje deshta se me siguri ju ka ndodhur shumë alpinistave. Nuk dyshoj se të ka ndodhur edhe ty. Jetu e ngjit një maje, cila do të qoftë, Kilimanjaro, Everesti, Mont Blanc. Atë ka shku në herë në menje, gjatë ngjitjes, ka gjysa rrugës më thonë, se më në vlau së bëjsh edhe unë e kona mes ta ju, resta, qona me ngjit me lodh vetën. Trupi jonë racionalizohet gjatë ngjitjeve, edhe interesant ngjitjet që janë vështira, ndoshta kemi një mbetje gjenetike, biologjike në njerëzit, edhe fokusohemi veç në ato që me mbjetu gjatë atij trelli. Me dalë nartë, me i pas ato pajisjet litartë, ka të thesh, mos me harru me i marrë pykat e këto. Po, ka si momente. Ka momente e para, për shembull thon, pse e mora në ekip këtë personin? Qa mu det? Shaka pak, qa ka një këto? S'po din kur gjosh po këqyr, veç po këqyr sot. Pra po kthehem te mungesa e kohës. Është një dozë e vogël e fajt, sepse ka momente të mira, ka shumë momente të mira. Edhe një është pak egoist, sikur i ka kënaqur veç, ta din. Bisedo me një alpinist në lartësi, është sikur një person që del për një meçit boksit, i cili ka marrë shumë goditje, edhe ka fol, nuk mundet më lidh kërkon se ai monot me dhon informata shumë. Duhet me pas shumë fjalor të pasur që me transmetu te ti ato çfarë penin.
qatë dashni për bjeshk, qatë triumf, do thotë është sport që t'jep shpesh triumfë, se mohet t'i nxet çdo javë, Po. fiton çdo javë, kështu që Po, aksesorë. po, thëm ka një pse si u bë kontabilist ose diçka kështu. Ma lehtë. Nëse je për shembull në një, çapo diun në një shoqëni, janë 2-3 shokë këtu, edhe janë 2 persona pa njohur që ty s'njohin, apo nuk i din arritjet e tuaja. Edhe ani saj shoku me kallëzu qysh, ja, unë e kalu me, jam lodha, kom gjitë gërmin, të naj, po, fështire, kom po. A fol në i sen, kështu me kallëzu pak, a vish e mam pak, kështu ziesh pak në vete, a me fola, a me kallëzu, a mos me kallëzu. Po, nëse t'njohin, sigurisht se këtë muhabet nuk kanë me bo, se kanë me bo një menu tjetër. Ja, mëse se bojnë hës. Po, nëse nuk njohin, edhe është kjo lloj bisede, sigurisht unë kom i dëgju me vëmendje, sepse për ato është Everest ajo, nuk o përgadit me kohë, edhe sigurisht ka hek shumë, për ato është shumë vështirë. Pa dyshim, ka pas probleme me tension, me këse, është shumë e zëshme. Edhe mi thonë t'i lesë s'ke bogur gjohë, se për shembull unë e kryem gjitë, tash ti qellon edhe dikush që se njohën në grupin tim, më thotë edhe unë jam gjitë manar, se ti për shembull dikon, ose jam gjitë ma vështirë, edhe mes edhe unë si aj. Që kjo një zinxhir, një karma, që nuk duhet mi bo, po nashta ka njerë po, kom pas si situata me Shqipërisë, kemi qenë me një bujtim, kemi pas në gjitë në mëngjes 2 maja të ndryshme, edhe për këtë ati grupi ka folë vetëm një femër e Shqipërisë, ka tërgu për suksesit e veta, në për disa maja të Shqipërisë që janë maja të zakonshme, i gjesi njerëz me shetitje, edhe unë kom qenë aty, ka qenë dhe një mik i Shqipërisë që ka qenë në Everest, po s'kem folë, ka pas edhe tjerë që kanë bo në gjitje alpine, të kategorisë 5-6 që janë tepër të vështira, e kemi dëgju se ajo ka qenë në modin e vetë. Ja, ve, s'ka mujt me mu pa folë. Ja, ve. Ka folë shumë. I kom gjithë të 2 muaj. E përshë ishtë thotë, po. Ku është kjo? A ku po ta përmenja që është kësha po? Nesër me në ajo, prape kanë gjitë me grupin e vetë, edhe këtë muajin tjetër, do thonë, ju ka rritet besimet ma shumë, kështu që këto situata i kemi gjithmonë, jo në profesion timin, po edhe në tonin, edhe ne duhet me qenë modest. Duhet me majtë vetën. Duhet me qenë modest, sepse nuk është që kemi bu kështë diçka, është preferenca jona, është jeta jonë personale, edhe duhet me dhonë shembull të mirë. Cilat janë 5 gjërat që pa to nuk nisësh, çfarë do maje, qoftë Gërmia, qoftë Kilimanjaro, qoftë Everesti. 5 gjërat, cilat janë? Sigur ta e ki me vete. Kom dëgju 3, kom dëgju 6 edhe 9 numra që përdojmë, s'di pse 5 ka. Po di 3, thash, kejt e thojnë. Hajt 4. Okej, kom qartë. Nuk po i numroj qizmet, nuk po i numroj... Jo, këto sanët bazike, jo. Po bazike që i kemi, se bohen shumë, lista i ka 11. Lista është esenciale, është 11. Si do qoftë, qka nuk duhet me harru kur, është ndihma e parë. Harta, ku po shkon, informatat për motin, duhet me pas shumë sakta, edhe një guide, qka duhet me pas, nuk po flasë për një alpinist, po flasë për një guide që ka përgjësin dhe grupit, duhet me pas connection. Informata. Nëse unë shkoj në Valbon, shembull, ka familja, tje familja Jubani, që unë një ata kuajt të tyre, kur kanë qenë mozat vogël, edhe sot janë të rritur, do thot, me një telefon, ata aktivizohen, nëse unë kam probleme në përbjesht e Valbonit, zikun që është shumë territori gjonë, ata kanë me bo diçka. I një pronar të hotelet, i kom miq, kom njerë që kanë dele, i kom miq, në Valbon, Thef, Kelmend, Malzi, Macedoni. Pa i pas këto kontakte, nuk ban mu nis me grupe, sepse vetëm me njoftë rrugën, me ditë rrugën nuk mjafton. Qka nëse ka dikush probleme serioze me shëndet, ti nuk je Superman, edhe është shumë problem. Po nëse ki, ma di dhe teritorit ku ka telefon, vale dhe ku s'ka. Kjo është gvida, dhët, na duhet më lidh me njerëz, më lidh me kulturat rreth neve, se Kosova është e vogël, Ballkani është i vogël për botën, e shë qa po ndodhë në për botë, do thot, sa ka banor në Ballkan tani vetëm janë myt në Rusi, në Ukrainë, në Iran. Kështu që e para që duhet, është ndihma e parë, plani emergjent, harta, pajisje elektronike edhe njohurit tua për banor që jetojnë aty, për kulturën edhe për çka mundet me ndodhë, plani emergjent. Të tjerat janë standarde. Edhe një cofli. Bon edhe një cofli, edhe pak raki. Po, se guida sa ma idehën që është tripe ma i paharu. Ose shoferi me ndru rolin me guidën, është këtë nuk harrum kur. E qka të frikson ma shumë? Të frikson një mal një panjon, apo një jetë e zakonshme? Që e zakonshmja ose rutina e mytë kreativitetin. Të gjithë kosh, joftën të alpinizmi. Prandaj, njerëzit kur më pysin për ekspedita kërë kemi jashtë vendit, po edhe në to kërëm 2-3 ditore, edhe dojmë i ditë këj detajet, është mund të pengon personalisht, sepse nëse nuk ka të panjohura, nuk është ekspedit.
nuk njesh që po eksploron. Nëse i din gjithçka, Po, i din dhe. çdo gjeth, çdo kthes, çdo krush, çdo prush, çdo banor atje, atë nuk ka me qenë interesant. Shpesh ndoshta bubduripi, vetë mas viti, ish dosh më ma i durushëm. Po bubduripi, bëndohet kundër, da. edhe i thom, ej, nuk ka ke shoki për to, se atje ka shumë panjohura, për shta po shkojmë na me miq, me i pa ato rrezik, s'ka kur gjo, edhe nëse ka rrezikin e tjerë, jemi të shpejt largohen për ty se di. I kuraj, si do qoftë, duhet me pas të reja në jetë. Arsyeja pse ne dalim tani me bo pije, natën me pi, me shok, me pa me dikon ose me udhtu me pa një vend të ri, është me ikë për rutinë. Nuk ka që ne kemi nevojë me pi një birë me patjetër aty, mirë po rutina, personalisht une, rutina përditshme e mbyt kreativitetin. Prandaj jo me fat që kom punë edhe në zyre, edhe në bjeshk, kom edhe grupe turistike, kom njerëz të kënaqur, edhe të pakënaqur, kom njerëz që janë mas tërvitun shumë se unë, ka që janë shumë keq, fizikisht ose shpirtërisht edhe gjojnë veten te grupi. Vetë sa më larg zakonshme. Sa më larg. Për shembull, e zakonshme është e zakonshme, duhet na me kry, duhet me gjetë kënaqësinë punën tonë, duhet më mundu, mirë, po me dal për rutinë me sportin outdoor nuk ka kombinim më të mirë. Çdo kush që ka provu, 95% në statistikë kanë mbetë mrena sportit outdoor. Janë bo më eksplorues, kanë filluar me dal, i kanë ndiku miqtë vet, edhe vetë profili në rrjetin social ka filluar më i gjelbër mas 2 viteve. Ka më shumë vende gjeografike, ka lula, ka një ushqim interesant dikon, ose lodje. Po, për ndryshe, do thot nëse nuk i bën këto, gjithmonë e keni selfie në çdo ditë. Ajo s'mjafton më bëj famë. Mjafton. Kështu, deshta i kam 2 pyetje të fundit, po pa këto nuk dojsha me mbyllë misionin. Besoj krejt menojnë me bo, nuk i di sa e kam bo këtë pyetje. Sa e keni rrogën alpinistat jo, çu shpagun? Alpinistat, shumica e alpinistat që i pyet, ata nuk thojnë punojnë alpinizëm. Aha. Nuk i qysh me thonë sepse Merrem. po guida nuk është profesion, nuk njihet për shtetit Kosovës. Këtë bota e nje, veç Kosova jo. Pse? Ministria e ka pas në detyra tjera, s'ka mujt më marrë me këto. Si do qoftë mos im këtë temë kështu. Alpinizat që kanë vendos me jetu pe kësaj fushë, kanë pjesëmarrje në projekte të ndryshme, bojnë guida gjatë vitit, 3-4 grupe të mëdha. Si ma statistika vdikon deri 8.000 euro në vit, një guid. Pak një mesatare në Kosovë i ka të sigurta i punës në sezon. Sezona është kogja e shkurt, them dikon 6 muaj. Do shta tash kohët fund ose gjatë pak, për shkak ndryshimeve klimatike, thonë, në tarme nuk dia ka me mjaftu, po unë një guida që kanë 12.000 euro në vit jashtë projekteve. Nuk po du me thonë që profesioni i lirë, nuk po du me thonë që është fitim plus, jo, ka shumë shkallë me arrit këto, ka shumë mundim, ka shumë përpjekje dhe avancime që du me bu kurse, me mësu gjuhë, mu taku me komunitete ndryshme, me kuptu njerëz që du me kanë besim të ti. Shembull, Klubi Alpin Prishtina, që me përfundu këto, mos me zgjatë shumë, ka marrëveshje të caktuara me kompani jashtë vendit. Ata bin turista. Pse ju kanë drejtu klubit dhe jo kompanive, është që klubi ka përvojë shumë. Guidat tonë ne i ofrojmë, ata bojnë kontrata direkt me ta. Nuk bojnë do thotë, klubi e ka marrëveshjen, MOU, që nuk ka implikime financiare, mirë po guidat punësohen atje për 3-4 grupe, edhe llogarit një grup evropian ka tjera pagesa, ka tjera përgjegjësi, është real job, po bëdin, edhe shumica guida në Kosovë që punojnë në këtë profesion, janë në këtë fushë, janë dikun 80% këto edhe 20% në projekte tjera cilat janë të vazhdueshme. Kështu që pak a shumë, kjo kish me qenë përgjigja që edhe është pyetjen tënde. Krejt emisionet të bojnë një mesazh për të rinj, një mesazh për ata që dojnë me u marrë me alpinizëm, me ngjitje të maleve. Unë shkoj në të kundërtën komplet. Një mesazh për të moshuarit. Një mesazh për të moshuarit. Spari, Kosova, si shtet, po dhe ne, si shoqëri, nuk e kemi një plan për moshat e treta. Më thonë, ne kemi ndërtu objekte të rrugë për supermena, për të qenë 25 vjetë. I ki parasysh, i ke pa doksi që jënë për karroca? Për ngjitje, do thotë, as unë ti s'mundë mund ngjit aty tu majt për ata hekrat. Lemo dikush për karrocë. Do thotë, vetëm e kanë kry ato, e kanë bëhat tiko. E këto e marrë shpesh si shembull për personat e moshave treta, këtë nëse kemi fat, kemi u bë mosha treta. Se kemi e gjatësi, si jam i sigurt për juve. Po, Allah më bënë. Çështë si jeni atë tonë të na merret ujin fët. Mesazhi është me kriju rrjete sociale, moshat e treta. Ku po tham rrjet social, do ka fjala për rrjetin Facebook social. po. Po është fjala për rrjetin shoqëror tyne. Klube, shembull konkret ka në Serbi, ka në Kroaci, ka në Bosnë, ku plesht 20 vjetër, për 60 vjet.
shihen, krijojnë komunitet, udhtojnë, aplikojnë në projekte, vazhdojnë mu një pjesë e shoqërisë, ka shoqëri mbledhjes frutave të egra, ka shoqëri që mbledhin këpurdha, po gjithmonë tu hec. Tu shku në natyrë. Ne i quajmë etjet e kategorisë 1. Pse po them këtë? Sepse shumica prej tyre munden me hec. Edhe nëse nuk socializohesh, nuk i shoqni, jeton shumë e keqe, do të menajt mrena, nuk ki, do thonë gjithmonë ki mendime terta, edhe mendoj që Prishtina, s'paku Prishtina si kryeqytet, ishte dashur mi pas nëpërmes shoqatës pensionistave një iniciativë të tillë. Ne kemi bërë projekt për këtë, edhe mendojmë se vjet mi fillu. Nja 3-4 shtune dojmë i bo një pilot projekt, me i marë personat e vjetër, edhe me fillu me i vizitu ujnë e tharpë veçan, Unikun, disa vende ku s'ka nevojë me hecë shumë. Po. Sa për informat, me personat e vërbër, klubi Alpin Prishtina del disa herë në vit. Personat që janë të vërbër, bojnë hajk me neve, 2 prej tyre kanë gjitë Gjeravicën disa herë. Kjo është vetëm një tregus që mundet mu bo. Tjetra, e kundërta kësaj, kam shembull në klubin Alpin Prishtina, ku vajza, femra, cilat nuk kanë marrë kur me sport outdoor, kanë arrit me ngjitë maja kategorisë 3 dhe 4 në Evropë, edhe ato mas 2 viteve eci në Kosovë. Edhe sot vazhdojnë më marrë me atë sport, vazhdojnë me ngjitë maja, vazhdojnë me i frymëzu vajzat, nonat, botën femërore se jeta është e shkurt, duhet me pa botën, ka vende shumë të mira, edhe kur del pi Kosovë, edhe ngjitesh në Alpe ose në cilën do biesh tjetër, po edhe këtu në rajon, e kupton sa debate koti kemi ne këtu në Kosovë, sa shumë lajme negative, edhe në anën tjetër sa shumë gjana të bukura ka, edhe duhet më fokusu në anën pozitive tjetër. Shumë ke përmbyll mas mirë ti, falenderoj Nazmi jashtëzakonisht shumë, unë për veti kur mangat Everestit si më konë si shtash me intervistën e ty, kështu që faleminderit shumë për kohën. Faleminderit që pa të durimin në dëgju dhe në fund. Gjithçka. Njerëz, shihemi javën tjetër. Nazmiu, dhe gjem, çka më fol më shumë. Dëgjojmë. Ciao ciao.